Mi kthehemi në studio, diskutojmë tani se i takon situatës politike në Kosovë. Unë kam në lidhje të drejt për drejt analistin Lulzim Veliu. Lulzim, shumë faleminderit që jemi ne kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Lulzim, po shkojmë drejt një procesi tjetër zgjedhor. Çfarë pret realisht të ndodh? A është e garantuar që do të ketë një zgjidhje, sepse kjo është edhe më alarmante, pra çfarë mund ndryshoj pas dy palë zgjedhjesh, vetë aktorët politik nuk presin një dallim të madh në rezultatet fundore. Po, sikur është bërë tani më e zakonshme që në çdo 3 muaj Kosovë të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Për brenda 16 muajsh Kosova shkon për herë të 5 në zgjedhje, pra duke përfshirë ato vendorët, dhe për fatin e keq edhe unë jam i të njëjtit konstatim se zgjedhjet e ardhshme parlamentare të cilat do bëhen me 7 qershor nuk është se do të bijë ndonjë zgjedhje të problemit, për shkak se asnjëri nuk e ka garancionin se do të merr as edhe numrat aktual, pra nuk do marrin as ata çfarë janë votuar në datën 28 dhjetor, dhe në këtë mënyrë pra nuk do të kemi 50% për lëvizjen e këtyre. Unë mendoj se problematika e parë do të filloj qysh me konstituimin e kuvendit dhe me krijimin e qeverisë, e pastaj për të shkuar deri te presidenta, apo ndoshta në një farë mënyrë një numër tjetër ku do ta ulte 50%, do të thonë kur vendosën do të bildej se e vetme nuk mund të krijojë qeveri, ndoshta do të shtyjë dy forcat kryesore në vend që të bëjnë një koalicion të madh, koalicion i madh i cili atëherë do të mundësoj dhe pjesë e bisedimeve apo siç është bërë tradit thuhet e pazareve qeveritare të jetë edhe pjesa e presidentit. Kjo është forma e vetme e cila do të garantonte krijimin e institucioneve dhe zgjedhjen e një presidenti për mandatin e ardhshëm 5 vjeçar. Në të kundërtën, pra në qoftë se subjektet tona politike, duke filluar nga më fuqishmja që është aktualisht vetëvendosja, e besoj që edhe në zgjedhjet e ardhshme do të jetë forca kryesore, e pastaj edhe subjektet e tjera politike, në qoftë se futen sërish në inatët e tyre personale dhe nuk do të jenë bashkëpunuese, Kosova do të detyrohet që sërish të shkoj në zgjedhje të reja. Mirëpo unë e uroj që të ndodhë para dhe sa më shpejt që është e mundur të krijohen institucionet dhe të kemi një rrjedhë normale në Republikën e Kosovës, duke pasur për bazë gjitha zhvillimet që janë duke ndodhur tani anë e kënd botës, pra ka problematika të mëdha për të cilët në një farë mënyrë subjektet dhe liderët tanë politik sikur nuk përçojnë kokën dhe sikur bëhen sikur janë duke jetuar me një planet tjetër, pra nuk janë duke i parë krizat globale, nuk janë duke parë luftrat që bota nuk ka qenë asnjëherë më afër një lufte botërore, pra një lufte të madhe, pasi jemi në shumë konflikte duke filluar nga zemra e Evropës, pra po kanë kaluar 4 vite dhe ende Ukraina është në luftë me Rusin. E ne të gjithë e dimë se Ukraina para fillimit të luftës ka qenë shumë më afër Bashkimit Evropian se që është Kosova sot. Për të thënë që Kosova më është vetëm edhe vendi i fundit, pra është i kaluar edhe nga Gjeorgjia e Moldavia, pra duhet të vrasin mendjen dhe më tepër mendojnë interesin e përgjithshëm, interesin nacional dhe interesin e vendit, se ato interesat e ngushta partijake e klanore për të cilat është duke u bërë luftë e rreth. Lulzim, ndërkohë mungesa e stabilitetit politik është një mesazh negativ në këto sfida sigurie që ti përmende? Po, me patjetër që është një mesazh negativ, jo vetëm për atë, por edhe për shumë problematika të tjera. Ne të gjithë e dimë se Kosova me këto ngërçe politike është duke humbur shumë edhe në aspektin ekonomik, pastaj edhe në aspektin e ndihmave që kanë qenë të ofruar nga Bashkimi Evropian për vendet pretenduese në Bashkimin Evropian, për 6 vendet e Bashkimit e Ballkanit Perëndimor. Pra është Kosova e vetmja që ende deri më tani nuk ka alokuar mjetin nga ai fondi i madh për 6 miliardë që është ndarë për këtë pjesë. Përderisa Shqipëria dhe Malizi kanë marrur afërsisht 1 miliard nga fondet e tilla dhe janë duke kryer punë të mëdha drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova është
ende vetëm me marrëveshjen e stabilizim asociimit. Pra, ende nuk kemi një status tjetër që na ofron më afër Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Lulzim, me shumë mundësi në këto zgjedhje do të rikthehet Vjosa Osmani. Si e pret fatin politik të saj personës do të afrohet më shumë me partinë e saj të origjinës LDK-n? Po, me siguri, duke njohur karakterin e saj karrierist dhe përfitues, pra personal, pra me një ego të madhe, ajo me të gjithë fuqinë e saj do të mundohet që t'i kthehet sërish politikës e mundësisht të dali edhe e para. Por unë e mendoj se zonja Osmani në qoftë se do të kthehet drejt në LDK, do të hap problematika të reja brenda këtij subjekti politik, pasi ne të gjithë dimë se pikërisht është Vjosa Osmani që e dëmtoi Lidhjen Demokratike të Kosovës në vitin 21, pra në kohën kur ajo u ndan nga Lidhja Demokratike dhe krijoi listën Guxo, e së bashku me listën Guxo kanë shkuar një numër i madh i votuesve nga Lidhja Demokratike drejt lëvizjes vetëvendosje, e unë jam më i sigurt se në çfarë do subjekti që të bëj Vjosa sot, të gjithë ata votues nuk do të kthehen asnjëherë mbrapa. Do të kthehet një pjesë, mirë po jo të gjithë në asnjë mënyrë. Sipas disa informacioneve që janë dëgjuar se janë folur e përfolur, një mundësi tjetër për zonën Osmani përveç se kthimi në LDK apo në shtëpinë e vjetër siç e kanë zakonfitojnë ata, është edhe krijimi i një liste të veçantë, pra liste apo lëvizje të caktuar të saj politike, e cila garës do t'i futet së bashku me Lidhjen Demokratike, pasi që e ka frikën se do mbetet jashtë parlamentit, dhe në të kundërtën ajo do të garante e vetme. Dhe gjëja më mirë që do të kishte menduar në këtë rast ishte sikur ajo të drejtohet elektoratit dhe të sprovon të vete, pra të delë dhe të matej si e vetme, jo me subjektet e tjera politike. Mirë po, jam më i sigurt se një zë të tillë ajo nuk do ta bëjë, pasi që në shpirtin dhe zemrën e saj është karrierizmi. Ndërkohë, beson se ka peshë elektorale, Lulzim? Pra është një faktor ndryshe në dallim nga dy zgjedhjet e fundit? Po, unë mendoj se kësaj radhe janë disa faktorë, nuk është vetëm zonja Osmani, pra përveç zonjës Osmani, e cila do jetë pjesë e garës dhe do të kthehet qoftë me Lidhjen Demokratike, qoftë me një lëvizje të re, kësaj radhe pjesë e garës do të jetë edhe një subjekt tjetër i cili në të kaluarën nuk ka marrur pjesë disa herë në zgjedhje, pra bëhet fjalë për Partinë Social-Demokratike, që janë kryesisht të dalur nga lëvizja vetëvendosje. Pra njerëzit e frustruar, ata nga më të parët që u larguan nga lëvizja vetëvendosje, e kanë krijuar subjektin e tyre politik që është Partia Social-Demokratike, dhe udhëhiqet nga Dardan Molliçaj, ish sekretar organizativ i lëvizjes vetëvendosje. Ata kanë proklamuar se kësaj radhe do të jenë pjesë e garës, pastaj në anën tjetër, pra në krahun e djathtë, kemi edhe një subjekt tjetër që është harruar, dhe ata kanë pasur një mbledhje këshill përgjithshëm ku kanë zgjedhur edhe kryesinë e ri, pra kryesinë e ri bëhet fjalë për Aleancën Kosova e ri, që ka qenë Bexhet Paculli president për një kohë të gjatë, ndërsa tani ata në qoftë se do t'i rregullojnë problematikat e tyre që kanë me Komisionin Qendror Zgjedhor, do të jenë pjesë e kësaj gare, e unë mendoj se ata në garë do të futen së bashku me Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe në këtë mënyrë po shihet se do të ketë lëvizje pak më ndryshe nga ajo çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Pastaj po flitet edhe për një koalicion, që nuk është e konfirmuar ende deri më sot, para zgjedhor, bëhet fjalë për Nismën Social-Demokratike të Kosovës, e cila pritet të bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës, dhe në këtë mënyrë të dalin më të fuqishëm para elektoratit, pasi bëhet fjalë ose për të njëjtin elektorat, njerëz që vinë nga i njëjti brum politik, vinë nga krau i luftës, siç i referohemi ne zakonisht. Pastaj udhëheqësit e Nismës Social-Demokratike kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe në një farë mënyrë
po rikthehet të bashkuat elektorati i tyre edhe një këtë zgjedhje. Pra janë disa ndryshime që në qoftë se ndryshimin e madh do të bëjnë disa ndryshime edhe në këtë zgjedhje, mirë po e gjitha mbetet në dorën e qytetarëve se si ata do vendosin për kënd duhet votuar. Do ta dënojnë atë që e shkaktuan ngërçin, do ta dënojnë ata që nuk ishin të gatshëm të zgjedhin një president për mandatin e ardhshëm, apo do të bojkotohet si në zgjedhjet e 28 dhjetorit ku afërsisht 150.000 qytetarë që kishin votuar në shkurt nuk dolën në zgjedhjet e dhjetorit. Pra dhe pikërisht kjo bëri që lëvizja vetë vendosi ta bëjë kërcimin në mbi 50%, pasi që në atë zgjedhje ishte një numër i madh i bashkëdhëtarëve të cilët shkuan dhe votuan në Kosovë. Lulzim, ndërkohë beson se do të ketë sërish një numër të konsiderueshëm të emigrantëve në Kosovë dhe pse ka një vot kaq aprovuese nga emigrantët për Kurtin? Po, numri sa dhe tjetë është vështirë për ta ditur, mirë për një gjë nuk do të harrojmë se emigrantët kanë mundësi të votojnë edhe në vendet ku ata qëndrojnë, pasi që është mundësia përveç votës me postë është mundësia edhe e votës e drejt për drejt në selit e konsulatave dhe ambasadave të Kosovës. Unë personalisht edhe herë në kaluar, në dy zgjedhjet e kaluara kam votuar në konsulatën e Republikës Kosovës që është në Dyzëldorf, e të njëjtën gjë kanë pasur mundësi të bëjnë të gjithë qytetarët që kanë qenë të regjistruar në Komisionin Qendror Zgjedhor. Pra, pastaj në pyetjen pse votuesit janë nga diaspora janë më tepër për lëvizjen vetëvendosje dhe po unë mendoj më shumë se qytetarët e Kosovës, të cilët për çdo ditë përballen me problematika të ndryshme në Kosovë, duke filluar nga rruga, nga kopshti për fëmijë, nga kanalizimet, nga ujësillësi, pastaj problematikën me ngritjen e çmimit të rrymës, e shumë gjëra të tjera, mërgjimtarët nuk përballen me këto problematika, nuk i shohin këto problematika dhe ata janë më tepër, një pjesë e tyre janë më tepër viktimë e politika populiste të cilat vdisin nga partia në pushtet. Dhe në këtë mënyrë janë votues më tepër për lëvizjen vetëvendosje, pra pasi që mundohen të shohin më tepër problemin nacional dhe ajo çfarë ka ndodhur në vitet e fundit, pra në pjesën veriore të Kosovës, pra Mitrovicën dhe komunat e tjera me shumicë serbe në atë pjesë e shohin si një arritur të madhe për Kosovën. Mirë po për fatin e keq nuk është një gjë, kjo gjë nuk është e vërtetë, pasi që Kosova në aspektin ndërkombëtar nuk ka qëndruar asnjëherë më keq se sot. Dhe i pyetjet fundit, Lulzim, 200.000 firma do të dorëzohen në Hag pro lirimit të Hashim Thaçit dhe komandantëve të tjerë si pjesë e një peticioni. A do të ndikojë diçka në proces? Po, mendoj se në proceset gjyqësore gjëra të tilla mund të ndikojnë shumë pak, për të fare. Mirë po, çka unë mendoj dhe jam mëse i bindur se kjo gjykat do të detyrohet që të shpall verdiktin e tyre të pafajësisë, pasi që ata tani e 5 vite po mbohen padrejtësisht në Hag. Dhe është momenti i fundit kur ata duhet të vendosin për pafajësinë e tyre dhe çlirimtarët t'i kthehen Kosovës dhe t'i kthehen familjeve të tyre. Beson se do të jenë kandidat potencial për të rikthyer në politik personat që ndodhen atje? Po unë uroj që ata të vinë t'i kthehen familjeve të tyre, po jo politikës. Okej. Lulzim, shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë që ishim analistin Lulzim Veliu se i takon përsëritjes në një lloj forme të zgjedhjeve në Kosovë pas një tjetër shansi të shpërdoruar për të zgjedhur një president. Këtu kemi mbritur ndërkohë në fund të emisionit. Falenderoj shumë që na ndoqët, ne ndajemi këtu për të rikthyer nesër si gjithnjë në orën 13, dhe atëherë vazhdoni të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Bashkë mirupafshim.